Të dashur teleshikues, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin më të ri këtu në Star Plus Televizion, në emisionin Ping Pong, të moderuar nga unë Nikolin Farketa dhe kolegu im Aleksandr Prenga. Mirë se erdhët në puntatën e dytë të emisionit Ping Pong këtu në Star Plus. Ky është emisioni më i ri i këtij televizioni, i moderuar nga unë Ping dhe Pong, kolegu im. Ky emision në thelb ka humorin dhe satirën dhe si temë të përditshmërisë kemi zgjedhur përditshmëria e shqiptarëve. Po ç'lidhje ka mor koleg kjo temë përditshmëria e shqiptarëve? Kush e ka zgjedhur këtë temë? Ç'lidhje ka? Ç'lidhje ka përditshmëria? Po diunë se si është përditshmëria e shqiptarëve? Po ti më do ta dish, po kush do t'ju tregojë njerëzve? Përditshmëria e shqiptarit është kjo. Nuk ka rast që ka 2-3 herë në ditë shqiptari të përplaset sa në një kafe në kafen tjetër. Nuk ka rast që të paktën 2-3 herë në ditë shqiptari të përplaset sa në një zyrë në zyrën tjetër. Dhe ky është problemi i shqiptarëve sot. Në fakt, në këtë puntat për përditshmërinë e shqiptarëve do të flasim se si nis dita jonë si ballkanës dhe të mos harrojmë si pretendent për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Do të flasim për kontradiktat që kemi me veten dhe me njëri tjetrin. Për problemet e përditshmërisë që na rrethojnë, për mentalitetin e popullit ton dhe për sjelljet që na karakterizon ne si popull. Një popull gjithmonë i dyzuar mes lindjes dhe perëndimit, një popull që ka ngelur në kryqëzimin e egër të globalizmit modern. Po si nis dita e një shqiptari, do thoni ju? Duhet të theksojmë se shtresa të ndryshme nisin ditë të ndryshme, por ne po flasim më tepër për masën. Për shembull, si vjen mëngjesi, dita, dreka, pasditja, darka dhe mesnata. Përditshmëria e shqiptarëve është një përzierje interesante mes traditës dhe modernes, ku ritmet e jetës ndryshojnë në varësi të shtresave të popullsisë dhe të vendeve ku ato jetojnë. Në qytetet të mëdha të Shqipërisë si Shkodra, Tirana, Vlora, Durrësi, Fieri e tjera, njerëzit ecin më shpejt, nxitojnë më shpejt për të shkuar në punë, për të shkuar edhe në kafene. Po, kafeneja është pjesë thelbësore e përditshmërisë tonë. Aty nis gjithçka. Aty ne bëjmë muhabetet e politikës, bëjmë muhabetet e punës dhe më rëndësishmja, aty ne bëjmë thashethemet. I dashur koleg, a janë thashethemet pjesë e përditshmërisë tonë? A ke seriozisht ja? Po më seriozisht. Po. E kupton ti që ne si shqiptar, ne e nisim ditën, e fillojmë me thashetheme. E vazhdojmë me thashetheme. Jetojmë për thashetheme dhe punojmë për thashetheme. Dhe më bukur është se ne e mbyllim ditën prapë me thashetheme. Bile do me diftu një diçka që është shumë e rëndësishme. Po. Edhe në anër më dalin thashethemet. A more vesh? Ajo ishte ndoma atë e ishte fiju me dikën tjetër. Ai e ka marrë diplomën me lek e s'është i aftë për punë. Po flitet se spaku ka disa emra tjerë gati për burg. Ai kujshia jem ban si biznesmen. E është i zhytur në borxhe. Po flitet, janë hap fjalë fakt, thashetheme se do të hapen prapë lojnat e fatit edhe skedinat. Kam ni se disa prej vipave të showbizit po i përmendet emrin e SPAK. Mun kanë thonë se disa prej vipeve ju ka dalë silikoni i skadum. Jo. Më falë më po, ku i morrin lek këto vajza si bojnë pushime në Dubai? Përditshmëria në jetën shonë shoqërore është një mozaik paradoksesh. Një pjesë tjetër e rëndësishme e përditshmërisë tonë janë situatat paradoksale. Këtu ku polici të thot parkoje mirë makinën, ndërkohë që vetë ka parkuar në trotuar. Këtu ku punëtorët ankohen se nuk ka punë dhe pronarët ankohen se nuk kanë punëtor. Këtu ku ka shumë shkrimtar, por nuk ka fare lexues. Këtu ku ka shumë hidrocentrale, por shpeshherë ndërpritet energjia. Këtu ku përmbytjet e ujit janë të zakonshme, por nuk ka ujë të pishëm. Këtu ku njerëzit kanë makina luksoze, por kanë mbi kokë një çati që po i bie. Këtu ku të gjithë duan të bëhen milioner, por askush nuk do të punojë. Këtu ku të gjithë flasin për ndryshime, por në fakt janë një lloj gjithmonë. Këtu ku ka shumë të diplomuar, por ka shumë pak të arsimuar. Këtu ku ka shumë media, por ka pak lajme të vërteta.
Një përditshmëri e bazuar në surpriza në shumë raste të pakëndshme dhe në pak raste të këndshme. Një realitet të tillë e sjellim nëpërmjet skeçit. Ta ndjekim. Si jeni, si e kalit? Mirë dita. Ka marrë dhe pagull këtë gjobë. Po. Në gjeta në gjamë përdi, gjetë gjoba në gjamë qa zotin. A mu me shumë avan për të lupa? Emër mi emër. Afrim për slargu. Në rregull. Përdi gjoba në gjamë, si sonin të jo. Edhe i herë që dhe ishte me boti? Me pagull një gjobë. E pse veç një? Po sa? 5. Po pse 5? Po so? Njat me qësova? Po ty këtu në sistem dolin 5 gjoba pa pagume. A ke prej mëre që e tu tome, qa? Unë jam të thonë që ako sistemi? 5 gjoba? Po. Unë nuk e makash, në i dit keme pasin gjobë edhe në zërbat shpis. Shif. Ja, se makash, që me këta gjobë këto? Shif e djema. Kurda? 5 gjoba ke në sistem. Një që ke morsat, 2 qëtunën o 2 jove në kalume. Po shimë jam, po në kam pas makinë në servis me para jave, si, kanë vu gjobë në servis, që kanë bata? Djema, ma së shqetsoni, se me ditë që ka nërë sot jam të pagua dhe mu gjobën parkim privat, dhe shi në një rahat. Po jo, nuk kam lek me vetin. Për 5 gjobë, në për i gjobë erda e njatës së Livic. Ti si e kisha emrin të luta? Unë? Pa. Unë e kam kujtim të raqati. Qa dhe pagun e drejt në ju, për që kjo? Kam në kështu uje drejt. A kujtim? Ti ka kanë rregull kujtim? Se Ti pas ke vetëm 3 gjoba pa pagu. Qa gjobë? kam 3 gjoba për. 3 gjoba, unë 3 gjoba, me vajza, a e me fje në të rezime ti. Unë jam shumë të rëzit, i ke 3 gjoba, i ke shënu me i të në sistem. Ma len me i sistemin, po unë s'ka makinë heq maj. Po ke s'ka makinë me kjirë dhashin gratis. Unë s'ka makinë maj, unë janë bicikletë që e kam pashtë këtë klume, e kam shpume me gomën e pare, e kam lanë në shpi, ti më thu 3 gjoba makina, e në të rezime ti. Atë lytë vajzë, për Zotrin, se sistemi s'dën me edita, ke makina, s'ke makina, ke biciklet shpume atë fryme. Dhe shi ti kemi pagu i ta gjoba që i ke në sistem, ose nërsh i bërgj me shtetin. Sa lek i kaj gjoba? Atëherë, 3 gjoba, ko 20.000 lek, plus ka ma donesat, i që në 80.000 lek keme pagu. Sa janë? Që në 80. O, Miku, ojë Marcelo! Ej, po ti tregoj fje ma rezervuar, se nuk e në të i gjithë në rrugë mëllë, në s'punoj me drogë. Pa që ti isha unë Marcelo të Po ke s'ka pagu drejta, s'ka pagu uje, s'ka pagu internet, s'ka pagu... Uj, në qovë se anis në më hangër dreqin dhe të më hajnë komplet, a ka mundësi të lutem, a ka mundësi me më thani herë se sa janë drejtat? Ja, nuk e në përlu. Pa ja, o zotni, se 56.000 lek keme pagu mërbur. Sa? 56, bro. Po ti ishte e unë? 56 të nërmaj. 56, e gjoba jeme në një lotë të dyja bosh? Ja, prit të shise. Kena një problem vogël. Qërë problemi? Se ke edhe 2 muj pa pagu dritat. Po. Tu kanë se janë që i shko herë, kamata arrit, ke edhe kamatat. Edhe ka shku fatura 218.000 lek. Sa? 218.000. Po jam e zoj, po ti mos bosh Maj, po a dori me na myta? A dori me na myta? Po jo me vajzë po thuj ma vashqyrën? Që, ini gjo, se vini i tjetër. Jo, bashim se vini i tjetër. Sot marë këta njerë, shpaj ka mund fojnë e ko sistemi. Jemi rikthyer sërish në studio këtu në Star Plus në emisionin Ping Pong. Jam këtu së bashku me kolegun tim, zotin Nikolin Farketa. Dhe produksioni po mbën sërish me shenjë për një lidhje direkte me një person të inteligjencës artificiale. Këto kolegë sa vinë dhe shtohen këto personazhe. Por unë nuk do ta hap këtë herë. A ka mundësi mas me hap? T'lutem, sa ma lërë këtyne. Jo, nuk do. Broma, unë u riktheva. Faleminderit për mikpritjen. Po jo, po ty si rregull duhet me të ftu dikush.
Po ju dëgjoja dhe më pëlqeu shumë tema që keni marrë për shqyrtim, por nuk më pëlqen fare mënyra se si ju po e trajtoni. Besoj se po të kisha qenë unë moderatore, do ta trajtoja shumë herë më mirë. Jo, po nuk e si me ditë ti ma mirë se na për përditshmërinë tonë, se ti nuk je person real në rallë parë, ti din gjanët thjesht si koncept. Ti e fiksu me në opërzit këtë në emisionin tonë, por kuptoj e një herë mirë, që këtu vihet vetëm qofse të ftojmë ne, ndryshe nuk ka. Dakord, faleminderit për ftesën, herë tjera do të vi e ftuar dhe nuk do t'ju a bëj më surprizë. Dakord, me që erdhe, po të bëj një pyetje të lidhur me emisionin, me përditshmërinë tonë. Atëherë, Hanja, ti si personazh i inteligjencës artificiale, si e përkufizon ti përditshmërinë? Të falenderoj për pyetjen, shumë interesante. Ashtu si në çdo vend tjetër dhe në Shqipëri, përditshmëria është një faktor i çështjeve intelektuale, individuale të një shoqërie, të një shteti ose të një vendi. Po, i të i thame ne paka shumë. Po i to kena thonë ne, unë kujtova se di ndonjë gjë më tepër ti. Po, kur i dini, pse më pyesni? Po tash, unë të pyeta nga që ti je person i inteligjencës artificiale, ti ke informacione pa fund, duhet dish diçka më tepër se ne. Dakord, unë mund të jap një përshkrim të përgjithshëm për ekonomia dhe puna, arsimi dhe teknologjia, kultura dhe shoqëria, emigrimi dhe migrimi. Çfarë doni ju më tepër të dini? Po këto i thame ne me pak ma përpara, a thu ka kënë të na përgjuj kja si a puna saj? Nuk ka që di. Po mirë, dakord, po ti, si e nis ti përditshmërinë? Unë mëngjesin e kam gjithmonë të njëjtë. Nisi me pyetjet e njerëzve kurioz dhe marr një update të ri çdo ditë. Po gjatë ditës si procedon? Në mesdit rëndis informacionet dhe marr komandat nga programuesit e mi, ndërsa në darkë kam kohën e preferuar. Në darkë, Po pse, më falë, po të pyes për kuriozitet më tepër, ç'a bën darkë? Në darkë shikoj 2 budallënj që dalin në televizor. I shoh tek dërdëllisin, hi dhe ju përzihem në emision dhe më pas merrem me ta. Po, më falë. Shive, vajz, ne nuk është se talë nga këtu me kërkën. Në rregull, ky është një emision humorit, edhe ne bëjmë humor, edhe shaka deri aty sa është kufini i caktuar. Apo jo, koleg? E vërtet, koleg, na thjesht bëjmë kjo është humor më tepër, humor satir, humor për gallat, na topin e ping-pongut që thonë të na godasim atë sa ka lezet më sa për lojë. Unë bëj thjesht detyrën time, si avokate mbrojtëse e popullit të thjesht, dhe merrem duke u tallur me ju dy që doni të talleni me topin, pra tallem me raketat. Ne nuk tallena me kënd me vajz. Ky është emision humorit, ne bëjmë humor edhe shaka deri aty sa është kufini. Apo jo, koleg? Koleg, na nuk tallena, na thjesht bëjmë humor, na e godasim topin atë sa ka lezet, sa për lojë. Po, ka raste që goditjet e juaja janë shpesh herë më të forta, dhe topi ka ardhur të ankohet shpesh tek unë. Po punë madhe. E që po bandi? Unë në shenjë hakmarrje mund t'ju nxjerr të palarat ose informacionet e juaja nga jeta private. Po, shomor shqiptarët kam thënë edhe herën tjetër. Po, shomor njerëz që nuk din gjë me kanë ato fol më burr se po na degeneron vajza, na i xhert pala me to më burr të na pa ton. Po, shomor burr se nuk din gjë me këto fol. Po lënë më burr se i shto e bajnë ta këtë punë, po kjo do më bë thjesht bllofin. Lënë më burr. Unë e kam një rast. Për shembull, me datë 04 shkurt 2025. Ti je kthyer në shtëpi në gjendje të ndehur, por në vend që të shkosh në shtëpinë tënde, je ndalur te komshia e katit të tretë. I ke rënë derës dhe ajo e çuditur të ka parë ty. Dhe ti je kthyer në mënyrë agresive duke e pyetur se ç'kërkon aty. Por në momentin që bashkëshorti i saj ka dalë në derë, ka bërë dhunë fizike kundrejt teje. Dhe ty të kanë pyetur nesër në mëngjes kolegët se çfarë ka ndodhur me ty, dhe ti u ke thënë që jam rrëzuar nga bicikleta. Spina, ku është spina? Hiqe spinën, hiqe! Ja, është e vërtet kjo. Është e vërtet se na ke thënë neve jam rrëzuar dhe synin na si top ping-pong aty, të rrokum shit. Po, është e vërtet më se jam rrëzuar për bicikletën se e kena rrugën në lot pa shtrumë, jam rrëzuar. Se janë kushtomata, shpalena atë punë tash. Po, është e vërtet më. I dashur publik, ne jemi në emision live, në transmetim live dhe këto gjëra ndodhin mbase janë të pakëndshme edhe për ju edhe për ne, por
E pakëndshme mund të jetë për ju, ndërsa populli kënaqet kur shet që juve ju qirret maska, pra njerëzve që duan të abuzojnë dhe të përfitojnë nga populli i thjeshtë. Unë nuk flas ma me te me ditë se bëhet nami. Në rregull, mos ma kërka ma këtë gjë. Të shti ose mos flit hiq, ose flit sikur flasun. Am ki pasi flasun ton kujdes? Po ç'a po duhet ty mor burr se me ç'a merret ajo? Kush e ka programuar atë? Po ç'a duhet mor ty mor kush është Marsi e kush është Afrodita? Pyetje shumë interesante. Faleminderit për pyetjen. Jo, po jo, ishte kështu mor sa për muhabet nuk pyeta kënd. Atëherë, Marsi dhe Afrodita do jenë dy koleget e mia, skenariste, të cilat do t'ju japin skenarin dy kolegëve të mi që do t'ju zëvendësojnë ju, pra Marsit dhe Saturnit. Po pusho mërë ignorant, po pusho mërë se nuk din gjanë se me kejna të i fol marë burre lot, pusho i herë. Po tash që me bënë, në shtu veç me myllë gojnë edhe mos me fol ma as njeni. Po ma mirë një ashtu se sa me fol i kështë gjanësh, ma mirë mas me fol hiq. Po emisioni mërë, si mos me fol hiq, a kena me që emisionin në fund apo ta myllin krejtë sot? Se ti e ke këtë ide ti me myllë emisionin, se ti prej këtë pun paguash, ti prej këtë pun ke lej. Unë kam le, Po. prej këtë pun, Po. jo më rëshak. Hanja, falenderoj që ishe pjesë e emisionit ton, tani erdhi momenti të largohesh, bashkë mirupafshim. Po, e the shumë mirë, mirupafshim, por ata që duhet të largohen, jeni ju. Kush na? Jam maj, nuk Ja, ka ja. shanse mu largu na me. Ta harrash ti atë punë. Jam maj vazhdo ti. Hap rrugën ti, se po largona ne prej këti emision. Harroje. Harroje. Ti edhe shumë si puna jote. Po, si për. Si që ju thash, ju largova nga ekrani. Të dashur spektator, tani është momenti që të kemi publicitet. Jemi rikthyer sërish në studio, ku temë për sot kemi përditshmërinë shqiptare. Shqiptarët kanë provuar disa herë të kenë një përditshmëri sa më normale, sa më europiane, por shumë herë nuk ja kanë dalur, Po sepse nuk kanë si me pas një përditshmëri normale. po mos më përzi më një kontekst më burr, mos më përzi në tekst, ata marrin fjalën më burr, sa është e dyta herë jam të ndruar në kjo orë deri këtu. Po pse marr burr, po tamam të shqiptarë s'mundën me pas një përditshmëri europiane Po dakord, unë e di e gjë, po e kam kështu në tekstën se i kjo përditshmëria shqiptarëve që i hyn punë atij tjetrit, tash e por. Lexo më tekstin tan, punën tonë, shif punën tonë aty. Po Si është me atë kamerë, unë flas me këtë kamerë më burr tash ti se edhe këto kameraman njerëz janë. si është ajo përditshmëria e shqiptarëve? Mi ndërhyj tjetrit në punë të veta, E thash kuptim figurshëm, nuk duhet me i hyj për menti. Ashtu, e? Po. Po shqiptarët, a din që përditshmërinë e tyne e nisin në kafe? Ha? Po unë më i pari, në kafe. Në kafe? Po. E më menën, kush kanë mrapa? Mirë, shi çfarë po bëjmë, Niko? A i lami herë tekstin i to se nuk ato funksionu mirë, se më përzjeshet përzim, është Pa. treta herë që thu fjalët e mia ti, që s'kam çfarë tham mon. E thu ti fjalën teme, çfarë tham unë mbrapa? A të flas vetë ku në është e vetin. Çe i lami të herë dhe flasim sin kafe. Sin përditshmëri në kafe. Gjaja por që e bëjnë kafe jo unë, po 90% e shqiptarëve hapin telefonin, hynë rrjete sociale edhe scroll. A di ti ajo? Po, e di, po. Jo po TikTok, jo po Instagram, jo po YouTube. Kjo është. Po, Po, cila është përditshmëria e të rive sot? A mundesh më thon pak? Se ti thu që këto shqiptarët punojnë, anë këteje. po jo thamë më shqiptari punon, nuk ka se nuk Punon punon. shqiptari. Ç'a punon? Punë më shiton bota. Punë si ta botë. Po. Po mirë, dakord, po. Atëherë pse shqiptari e ka këtë vesh që sa ulet në kafe, rrin në telefon, dën me pas se ç'a bën njëri, ç'a bën tjetri, ç'a thot njëri, ç'a thot tjetri, me thashë thëme gjithë jetën shqiptari, edhe pretendon që me hi Nuk në janë Europë. ton, një gjë, nuk janë ton thashë theme. Se dikush punon nëpërmjet telefonit. Po dikush çon informacion. Dikush punon online, dikush bën shit blerje online. Po. Po si po telefoni është aparat i rëndësishëm sot edhe për punë. Jo vetëm për informacion, për çdo gjë. Po mos i gjyko pra shqiptarët, se kjo është përditshmëria. Kjo është përditshmëria e shqiptarëve. Para gjykimi një shqiptari tjetër. Ja. Po. Ja. E kena. Ja, nuk është. Po si. Nuk është ky lloj paragjykimit i shqiptarëve, sepse shqiptari nuk e ka aq të theksuar paragjykimin ndaj një tjetrit. Jo, Ja, unë e di se çka ka shqiptari ndaj një tjetrit. Çka ka? Urrëtin, smirllekun. Këtë ka shqiptari ndaj një tjetrit. Dakord? Ashtu, Po. Po i to pra janë pjesë e përditshmërisë. Çfarë përmendi mu faturë deri që të birë, faturët i paguën robi herë në muj. Jam Po. dakord që edhe faturët, se ajo i herë mujt është përditshmëri, jam dakord. Po pjesë e përditshmërisë janë to. Thashë themet, intrigat, kurtha që i bojnë njëri tjetrit.
tak mrapa kravet, tak para kravet. Ashtu, e? Po, po. Po mos vallë shqiptari e ka pas të trashëguar me këtë gjë. Edhe ne thjesht po bëjmë kalimin nga njëri brez në brezin tjetër. Po këtë duhet me bëna, duhet me prej. Mos me trashëguar të brezat e ri. Po si mund të pret atëherë? Si mund të preset? Ti shikjam, ti gjithmonë në çmend mu. Në rregull? Dakor? A ka mundsi mos më kundërshtu kat? Ty çmene vërteta. Jo, mund të shpallë vërteta. Ja, ty me thonë ty realitet ti çmenesh. Jo, jo, pse? Je si shqiptar tjerë, me thonë ty realitetin ti. Pse si ka kanë shqiptar të tjerë? Që po ju tregove rrena kënaqen, po ju tregove të vërtetën, kthen. Ashtu, e? Po. Po pse gjithmonë e vërteta ka hillën për shqiptarin? Jo bashkëton herët. Jo bashkëton herë. Jo bashkëton herët. Po pse? Po mirë, i pyetje interesante e përditshmërisë është kjo. Çfarë kafe të pinë shqiptarët me që pinë kaq shumë kafe? A pinë kafe turke apo kafe ekspres? Un kam përshtypjen që pinë kafe ekspres më tepër. Po. Po. Sepse e dojnë kafen e shpejt. Po, dhe dojnë lokale të shit. Dhe muhabetet e avashta. Po, muhabetin dojnë 2 orë ato për muhabet. Ashtu. Niko, Niko. Po. Një herë falners që je pjesë e këtij emisionit bashkë me mua dhe shumë herë kam bërë gabim që jena pjesë e këtij emisionit të dy bashkë. Keni tendencë neveritshme shqiptarleku. Po. Me kundërshtu për çdo gjë që tham. Një gjë më burr. Në tash duhet me bashkëpunu bashkë me përcjell një mesazh tek njerëzit. Po jo mu ç'a përcjellna nëse grindana me njëri tjetrit. Për paqe. Që po ta shtojon dorën e paqes. Hajde paqe. Ishte po. Nuk grihena më, e? Nuk grihena më. Dakor. Po ama ty të vërtet e vërteta. Mund vërtet e vërteta? Ty të vërtet e vërteta. Mund vërtet e vërteta? Papa ty të vërtet e vërteta sepse gjithmonë. Mund vërtet. Papa ty e vërteta? Ty më të vërtet e vërteta se më radhë topi. Ty të vërtet e vërteta. Ty më të vërtet e vërteta. Po ik më rëndaj se ty të vërteta, ty më, ty. Po merr topin se ka ato. Po topi më. Ecë më rëndaj në. Vesh për se ty të vërtet e vërteta. Po bën hor bën. Nuk u bën hor. Po më bën. Ja se s'u bën hor. Vetëm mua vërtet. Unë do thon vërtetën. Pa. I kjo pjesë e përditshmërisë vërtetën. Kamera, fokusojo. I kjo është pjesë e përditshmërisë shqiptarëve. Grusht, dhun, grusht prap. Prap grusht, dhun, këna prap te grushti. Se kështu janë këto. Vesi se ke harruit i diçka tjetër. Ça? Shputen. Ku është shputa? A po. Se ti thu vetëm dhunë e grusht, ke harru shputen. Po si. Gishtin. Po. Kamën. Dakor? Se ka edhe që të fusin gishtin në sy. Në rregull? A si kuptona me syna dy. Ashtu dhe. Se më falë që të kam pa fut gishtin në sy herë edhe kam e që... Po atëherë pa doshe kam po, pa doshe. Po marrë e di e kuptoj. Korekt. Shumë mirë, po. Si njës përditshmëria jote? Përditshmëria jeme? Po. Qa për shembull? Unë qohem mëngjes. Po. Bëhem gati. Po. Dal jashtë. Po. Sa dal jashtë, shaf një panoramë që është jashtëzakonisht shumë e bukur. Po. Rrugë e pashtrume. Vaç, balt. Po. Dal, kaloj në trotuar, fillojnë lëvizin pllakat. Po. Po. Eci prap më atutje. Pllakat lëvizin se jetu kalu ti një personalitet apo lëvizin se janë prishur në këtë? Jo më ja, pllakat lëvizin se janë prish pllakat, po ja se jam to kaluane, se s'ka lidhje aty. Po ti tha kaloj unë. Ja. Okay. Se po të tregoj për përditshmërinë e shqiptarit. Po. Edhe ulem për me pi kafe. Po. Zakonisht lokalet edhe në kologje jeme janë lokale të lira, nuk ka se janë lokale shtrejta. Okej. Kam pi kafën që kushton 50 lekë treja ose 500 lekë vjetra. Në rregull? Po. Bukur. Një ditë në mëngjes shkojmë për me pi kafen, edhe kisha marrë një 500 lekë me veti sepse as që kam pagu çdo ditë. Po. Bukur i la 500 lekë në tavolinë dhe më thot kamarieri, po, më thot faleminderit thot për bakshishin. Po lekë të kafes. Si lekë të kafes e tham. Si ka kujtu si ti lanë to bakshish kurse lekë të kafes? Po, si lekë të kafes e tham. Pse qa, rrit kafe qa? Kafja tha, po, tham, me 1000 lekë. 2 fish! Kur u bo kafja 1000 lekë mërë? Po ndiri djere kam pi me 500 lekë mërë kafen. Dakor, nuk është puna se është rrit kafja se 1000 lekë i kafe bënsët. Po si arrit tak fakt 2 fish më burë, si rritën 2 fish to? Po i kja është pra shqiptari. Kjo është puna e shqiptarit. Se të rritë çmimet pa të lajmëru. Ashe ku dolem edhe në një tjetër nëntem të përditshmërisë rritja e çmimeve. Dakor? Se përditshmëria është temë gjanë mërë kolegë. Po mirë, po emigrimin, që na thuti? Është pjesë e përditshmërisë, se po ikun për ditë rinja, ikun, kolla do që vinë. Po ma shumë që ikun.
Po. A është kjo pjesë e përditshmërisë? Po patjetër. Po pse nuk e përmend këtë? Po patjetër që ikun më. Çdo ditë ikun. Po, Çdo ditë. po, Bukuri, erdhi puna, kisha për me rregullu disa gjëra në shtëpi. po, Edhe thras një mjeshtër. po. Kam me baj thëm 1, 2, 3, 4 gjana. Po thot bukur thot shumë mirë thot, por puna ashtu se s'kam punëtor. Si s'ke punëtor i thash ti, a ki pas brigad? Po. Po tha kam pas, apo të është mekanik. Po mirë thash mekanik, a ke thash në i kolektonin a sena. Po tha kam tha, si jam të pritë me marë tha një tha malua, Një qa? malua, Malua? prit, malua, emni, malua. Emni malua, po. Rejnë vund, edhe një emin tjetër që ishte almana. Almana. I thamë në që janë këta, unë të kujtu herë se janë këta, thas qimentët e thas që kanë ndryshu markat. Po pra. Jo mërë tha këta janë tha prej Bangladeshit, tha, 3 vetë, tha. Po mi me thash, më fali thash, kua leshi? Cili lëshme? Leshi, atë ma, Leshin që e kanë ke- pas punëtor të leshin- vetë më burë, se Po leshin e ke në Gjermani. Po leshin e ke në Gjermani më burrat je si për mors. Leshi ka ikë në Gjermani, Po çka kujton, Po, po kur i- po rrin leshi këto? kur i I kon to leshi në ke Gjermani? i to ke çana të maluat, çfarë thati? malua, Po je po ta Ralboa. po ta përrin shqiptar me të bë ty punë, to kanë se mu bë të pasën vet atje. Jam. Jo, ma ja. A shef pra? Po çe pra? A shef pra se Shqipnia ashtu mush me të huj? Ku janë shqiptar? Mirë, koleg, a do Po janë shqiptar. A ke çeft tash ti më pyet mua një herë, Po, nëse do ti më pyet Jo, mua një herë për e di, përditshmëri. E di, por ajo që mu me ban shumë për shtypjes, Po. se to kanë se ne kena një dashni shumë të madhe kështu me një tjetrin, se u pa, a mund është me më thonë të lutem, cila është përditshmëria jote? Përditshmëria jeme. Po. Po një gjë tash se ç'a është një ditë nuk është për ditë. Po tregoj më atë për një rast që më kanë ndodhur kështu, një gjë. Në rast të rrallë. Çohemi herë i ditë fiks në orarin e punës. Në fakt kjo është çuditshme, më nuk ka ndodhur herë fiks në orarin e punës. Edhe këto shtëpisë tonë çka ka ndodhur thonë, shiko mundësi e çuti pa alarma, ç'a u bën? Hajt më inshallah të prihet marr më thonë të shtëpisë. Në xhamalla nis më u bën se s'ka mundësi. Sa bi poshtën të makina, fus qilësin, na, snizet makina. Marë telefoni shok se kam një shok temin që punon në servis. Po. Edhe i se këto është e forta. Çfarë thot? Shqiptarja është interesant. Po. I tham ti shokut. Një gjë i kam thënë, i tham unë, nuk nizet makina. Po mirë, thot, ma sill to, thot edhe ta shohim. Bukur. Po si kam me ta sill aty kur snizet, se mu bëmë munez me sill aty, unë nezet shkojnë punë, nuk vite ti. Jo tha, po ti e ke makinën elektronike, unë nuk kam që të bëj hiq. Ajo tha, vetëm merret karotreci, tha, e vend të, tha, dhe e bjen tonë. Me këtë 30 shove? 50.000 lek, 50.000 kokra lekshtet, në pikë sa bojt, pa hop hala sytë e bojt, hala pa pi kafen e nadjes. 50.000 lek karotreci, të marrë makinën ja qëja ti, ordën e tha shko ke. E po, tha, një gjë tha, ty tha nuk bjen hiç ta motorini. A din kështu motorini? Po. E di, unë prej se s'bjen motorini, e kam pru se këta e një edhe interesanta, se dalim të kemur burr, kanik punëtor të mloj, punëtor të mirë kanik. Kanik, po. Kanë me ti to që s'din gjë. Po, Ty tha nuk që po bjen- e kupton. Ty tha nuk bjen tha motorini. Bukur. Ai tu dalli thash po prej se s'bjen motorini e solla thash te ti. Shi çka kemë bën ti tha. Kemë e çu këtë makinën tha, a din atje poshtë ndarje të Shkodës është një servis i mirë për këto makina se unë kam makinën elektronike. E kuptoj. Çe e tha atje? Dakor. Po dakor çe? 50.000 lek karotreci me çu edhe herë prej këtu atje. Një gjë s'kisha pi kafe hala, Hala s'kisha pi kafen e nadjes. 50.000 lekë që dytë? Po. E marrun e çe atje. Thotë ta shoh, thotë ta kontrolloj, thotë bjerë, thotë motorini, po nuk bjen më motorini, se bë munezun, eci. Një gjë tha nuk ka fajn tha motorini, tha ty nuk t'jep hyç tha. A mos kemë ndaj problem ti tha me baterinë. Ku më di tash unë bë me ditë se çka ka makina unë se bimër, a kupton? Po. Më thotë një gjë na nuk ndrojmë thot bateri thot. Aty ku kemë shkuti më tha mua. Kemë shku tha është një servis, jo këtu poshtë jam në dalje të Shkodës, po në hymje të Shkodës anë sipër, me kruveshin kështu për smrapsht. Po. Po si kam thënë kjo është e prishur. Kjo snizet. Me karrotrec. Mas më thuj se ke marrë karrotrecin e tretë. Karrotreci i tretë edhe 50.000 lekë tjera në rrasht kres. Hala pa hop sytë e bot. Hala pa pi kafen e nadjes. 50.000 lekë shitet. Dhe makinën karrotrec e çejtë zotnia. E shef. Po kush të ka thënë me pru këtu? Po më thonë se je servis i mirë. Po unë smerrem tha me makina elektronike hiç. Jo. Si smerresh me elektronike? Jo, po smerrem ti e ke elektronike. Kjo nuk bën, as nuk ec para, as nuk ec më mbrapa. Po ç'a më bëtesh?
50.000 lekë i 4 në karrotrec e drejtë te selia benzit se unë e kam makinën benz, a kupton? E çoj te benzi. Man fund jo, aty gjeta zgjidhje. A di çam tha? E çojën te selia benzit. E provova, tha jepi, tha, hyq. Jepi edhe herë hyq. As nuk ta ka fajin motorini, tha. As nuk ta ka fajin bateria. As nuk ta ka fajin, thot, paketet elektronike, thot. As nuk ta ka fajin motori. Po kush ka fajin, më thoshin? Ke faj ti, tha. Ti? Çfarë fajt kam unë, më thosh? Ti tha ke faj, tha, se ti i ke fut Chelsea e ders. Qa thuma? Shofun Chelsea e ders në dorë. Çu për gjumë shumën, a kupton çu si njerëm, po mu nuk merr dinatë se më shkun 4-50.000 lekë me karrotec. Mu merr dinatë se ku e diti kë se ishte Chelsea ders. Po interesant mor burri thot. Shkojën, po bie po shi interesante. Shkojën marr Chelsea në makinës, ja dhe unë ez makinën. Unë nësë makina? Unë nëzë me të parë. Në qilësin e veto? E si mor. S'pat probleme, A si problem s'pati. Shumë koleg, kam një pyetje tjetër. Po. Me që më thaj që jam të shku në punë e tjera. Po, po. A je i kënaqur me rrogën e punës? Me rrogën e punës? Ose më thonë, shqiptarët janë të kënaqur me pagesat e rrogën që kanë në punë? Po tash tu duhet një gjë. Tu duhet me pyet mosën se për shembull, bo me kanë se pyesim deputet. Po. Kam përshtypjen se janë të kënaqur. Po edhe nëse janë të kënaqur e shtojnë ato se vetë e shkruajnë, vetë e firmosin e volozën dhe kanë vurë diçka. Këto kur nuk kundërshton asnjëri kur çojnë rrogën për veti. Po, sa marrin me çu rrogën për shqiptar, për popullin. Një gjë më ka ballë mua përshtypje më të nderuar të leshikuese. Si ka mundësi që asnjë deputet nuk largohet prej vendit më vonë? Asnjë deputet nuk është emigrant më. Shumë e bukur kjo. Asnjë deputet nuk është shumë e bukur kjo. Ka shumë e dojnë këtë vend këto deputet? Sa që dojnë me majtë këtu. Edhe unë kam vure një diçka tjetër që janë të vetmit persona të cilët e dojnë këtë vend me mishë me shpirt. Po nuk mund të them tjetër gjë për ministra, se ka ministra që kanë ikë prej këtij vendi. Po, tash për ata është punë tjetër. Është punë tjetër. Pse ka punë tjetër? Po është punë tjetër sepse ministri edhe lodhet më burr. Lodhet më, është punë e lodhshme më ti shoku ping, është punë e lodhshme, ma beso. Pse me punu atje minier atje, me punu në minier 8 orë, nuk është punë e lodhshme? Tash këtu është muhabet tjetër. Është muhabet tjetër, sepse atje punë hidraulik nuk është e lodhshme? Po, është me punu elektricist majt shtyllave në shinë në bor, nuk është e lodhshme? Është e lodhshme. Po pse nuk paguhen të njerëz? Nuk paguhen pra sepse s'paguhen. A është e thjesht me kanë mësues në këtë vend? A dim ti? Kam provuar me kanë mësues këtë vend. Po. Mësuesi nuk e vlerëson as nxënësi, as nuk e vlerëson prindi, as nuk e vlerëson institucioni vet, as shkolla vet ku punon, as shoqënia, as kolektivi. Po pse mor kështu? Po kaq punë thjesht duket juve me edukuni brez ton. Fola mirë. Mandena, si ka mundësi i dashur koleg, që gjithmonë profesioni i mësuesit është profesion i cili sulmohet. Mirë. Si ka mundësi që në shoqërinë tonë nuk është sulmuar herë familja, edukimin familje, ky brez adoleshentësh që po rriten, se gjithmonë fajin mësueset e kanë? A mos vao faji fillon që nga familja? E pse fillon nga faji nga familja? Nga familja më fillon. Për shembull, po nga familja më fillon aty. Aty më fillon edukimi, aty fillon shtylla kryesore e edukatës njerëzore, kulturës, shoqërore, gjithave. Unë di një rast ku babë birë kanë rrohur mësuesin. Më fal se po ta them. Po pra, shef se del të edukata e familjes. Jo, kanë pas shumë mirë, se kanë rrojë mësues në bilardë që s'deshti me paguaj, ju bani edhe me hilet ja futen e birë. Se ky mësuesi nuk është të thamë se janë vetëm shkollë, ka edhe jetë private. Po si po, hupi ky edhe s'deshti me paguaj, jo tha jam mësues. Ashtu, Koleg, a të ka qëlluar një herë për me shku me blerje nëpër supermarkete? Mu? Po. Jo, mu vin për i qellit. Po mor? Si jo. Si të duken këto ushqime që blen nëpër supermarkete, qoftë edhe nëpër tregje të ndryshme? Ka ndodhur një herë koleg që më doli një poku salciçash, jo e skadume. Mos nuk u hashin. Më mësu të ha ushqime të skadume, më mësu organizmin, më mësu trupin. Ja. Për zotin po. Ja. Po pse ma kishin shije tjetër ato. Ashtu, Po çfarë është kjo thon po shtëpi janë pas skadume thon të u çunton shtëpia. Ashtu, Po pse ti më thon se në Shqipni pas ka ushqime të skadume? Ti thua në Shqipni pas ka ushqime të pas skadume? Po nuk kanë Shqipni ushqime të skadume. Ai mora bën vet. Po s'ka më valla, po këtu çdo vjen e kontrolluar. Këtu e kontrolluar. Këtu vjen e kontrolluar, po këtu është. A e din se si është
institucioni që kontrollon ushqimet. A e din se si është? Më falë që po ta Ne, them në koleg, kam. po Në kam është. është e tajta herë që ti me rolin tëm, jam unë pingu ti pungu. Duhet me thoni këtë që është institucioni në kam, kurse ti me thonë se janë s'ka dume. Më falë që po ta them, që po ta kujtoj se kush je e kush jam. Duhet me thonë të kundërtën. Po ti duhet me thonë të kundërtën. Po për ignorancën mediatike, që nxjerrin turli fare ignorantë aty. Nuk po them të se na të kanë nxjerrë edhe ty. Po problemi Ja, mëre. Ja, mëre. problemi është se e ke vënë disa femna po thojnë. Po. Se s'po du mu duka as kështu tash, po disa femna që s'kan lexu as si libër në jetën e vet. Bukur. Është Fokusohet kamera aty Po. dhe përcillen te brezat e ri komplet ignorancë. Komplet to eskortat, komplet to shetiket në Dubai, komplet to operacione plastike njëna atjeta këto krejt to. Manikyrna, pedikyrna, make-up e dreqet birë që bojnë me miliona lekë. Po i tyne mirë që atë jullon e vëmendje e madhe, po këtyne është jullon edhe sponsorizimi madh projektesh. A ki vore ti këtë gjapo, ka jam të folë këtër. E që me thonë të shtu? Që me thonë? Nuk ke që me thonë se të kam lënë pa fjalë, më koleg. Që mund të thush ti në këtë rast? Ka disa gjana ku robi me të kështu dhe s'ka që me thonë. Po mirë, si duket ty punësimi pa punësia në këtë vend? Qa është ka pyetjem? A ka këtu pa punësi? Po, Po këtu vetëm pa punësi kemë. ku këtu? Këtu? Fal, ti a Tu? jenë punë. I tesh, fal Po, kamera 2 një sekonda, sekond, po. i tesh qena i të lajë, a jenë punë ti. Po në punë jam. E? Punë. Por unë këtu, në këtë emision nuk do me folë këtu për veten. Po këtu do flasim për interesat e qytetarëve. A ke dalë me folë për qytetarë tjerë? Për qytetarë tjerë. Dakor, unë jam Po. qytetarë tjerë, a jam puni të me ty? Po në punë je. Dakor, çe Po, pa? më fali sekond. A e din ti që ka moshatarë si puna jonë, Po. të cilët kanë marru shkollat, janë me mastera, të marrën vetë, jo me lek, edhe sot janë pa punë. Ashtu, Dakord? Ashtu. Nuk ka shteti sot një vend punet për gjithë ato student që marrojnë qoftë edhe ekselent për mi fut paktën një vend punet. Punë po kërkojnë, punë, E çat- jo lek falas, punë. E çfarë tash? Si qa? E pas ka fajin shteti se nuk mundesh ti me gjeti punë? Ku shteti ka falë më Po po? punë ka boll, më pas s'ka profesionist. Si s'ka, Po ka se punë. nuk ka? A theti çka Se ka nuk ka? ardha si kishte emrin ai Malua. 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 Po. Ka zonë puna e këtu? Po ka zënë pra se kanë ik. Kanë ik ato, që kanë punu këto kanë ik. po, bukur. Kanë ik për punë rrogash, sepse janë rrogat e vogla. A ti Dakor? tash ti dën ti edhe Dakor? ashtu ashtu ti. Dën edhe punë ti edhe rrogt malle ti. Më fal. Pa jam po Më fal, një sekond. Po si ka më fal, si ka më pas rrogt malle në këtë vend vogël. Ne na vend i vogël. Ne s'mund bëjmë kontraste kështu. Po mirë valla, nëse Si ti duket thua ti që jena për vend i vogël, si mund të pretendojnë ky vend i vogël që në 2030-ën mund futet në Europë? Në Europë nuk ka se po futena. Na jena pjesë e Europës. Ndaç me diti. Na jena europian këtu, tash 4000 vjet. Na. Kush ka në Europë ai po, ndaç me diti se. Na. Po ti e kokër ignorant ti s'ke lexuar histori kon. Na ka këna të futen në Europë, Ni tash mu, si duket ty për shemb u çove ti? Kaloj funi i mujt, Po. shef rrogën ti 3000 euro. Ç'a ban ti me 3000 euro këtu më shok? Ku i çon ti më, ku të lën ty star si me fjet me 3000 euro rrogë mujt më ku je ti këtu? Kush je ti? dhe se ti mas ke dash ndoshta me thonë që ti e merr rrogën, Po, Po. se një shqiptar e din se si funksionon, po, e merr rrogën dhe vjen aty data 20-22, po. edhe rroga i përfundon s'ka më. Manej, pse një të tonë ju meni të këqia se janë të ik. Po këto që janë torë, e të ushtu për herë ma shumë. Mora, a ki po ti se në Shkodër ka fillu mu fol, ka fillu gjua Shqipe me kënë gjua e dytë më në Shkodër. Ashtu, Po këto një në frëngjishte, një në italishte, një në kënese më në rrugë. Me koleg, më duke se e ke ngatru me turistat. Jo edhe ma tru me turistët, po për turistët jam të thonën. A, ti të thonë për turistat? Ato që vinë, për turistët vinë, se ku vjen. Sigurisht do burë të shi, se na e na vend edhe që i presim turistat e, se si na i dalën fare të kretë ashtu. Na përveç se si na i dalëm fare, na jena vend ideal, një mirë, jena vendi ideal për të hujtë, Nga ana gjeografike. edhe për të hujtë, Ha? për të hujtë, Po për vedi? për vetë një gjallë, për vetë tash nuk kena kënë kur, po kë nuk ashtë foj i vendit, I kujt të fajnë? joni, Pse është i joni? po pse si e ti për veti për shemull, Si pse si ti për vedi? kusht ko, A mos vall është faji i mentalitetit të qytetarëve? Mentaliteti. Apo është faji i mënyrës se si shteti e menaxhon vendin? shumë bukur e tha kolegu, mentaliteti është tjetër pjesë e rëndësishme e përditshmërisë së shqiptarëve, se krejt këto që po flasim janë në tema të kësaj teme shumë të gjanë, me diapazon shumë të madh. Po më thuj ti, Po.
Çfarë turistësh vinë të na? Turistat posum, turistat mesatar, turistat varfër, si e konsideron ti? Po, unë mendoj që në vendin tonë vinë turista që shkojnë të një qebaptore, ose shkojnë në një supermarket, marrin gjizë, djath, kos, kështu, bulmet, e kupton edhe hajnë në shtëpi. Nuk ka turista të nivelit të lartë në Shqipëni. Po sa paragjykues kjo me. Po s'jam paragjykues, po vazhdo është realitet. Ito shqiptar nuk na lën ito si puna e tij nuk na lën neve me hyrë në Europë kurr. Si paragjykon. A bash ti fije. Krakalecat më. A bash ti fije ti. Këto më i kanë dalë krokodilat më. Çfarë krokodilet? Ku kena në krokodile më? Vetëm kështu se i ka marrë prej jashtë. I kanë dalë krokodilat i këtu ka orë me harë qebab. Këtu ka me hangër qebab. Do në provu më qebab dhe? Do në provu gjizën, s'ka më gjizë atje. Po pse turizmi kështu zhvillohet në Shqipëni? Me qebabe me gjizë. Po pse nuk zhvillohet si zhvillohet në përgjithë vendet tjera europiane? Na tërgo ti si zhvillohet në vendet tjera europiane? Po zhvillimi me tur turistik. Ashtu, Pa, me tur turistik. Na spjego pak. Jo ti shpërndash turistat në një shesh aty edhe shkoni ku dëni ju edhe hajdeni në këtë orë mlallna prap këtu. Dakord? Dakord. Atëherë, flasim tash edhe për një tematikë shumë të rëndësishme, që janë rrjetet sociale. A është kjo pjesë e përditshmërisë tonë? Patjetër që është. Patjetër. Ne s'mund të jetojmë pa rrjetet sociale. Na dona me dëshmu çdo gjë në për story, në për Instagram. Na dy kena edhe muhabete tjera. Po patjetër, shikoj se shqiptarët jo vetëm që nuk mund të jetojnë pa rrjete sociale. Por shqiptarët Fal se po të ndërprej, si kanë jetuar më përpara se me u kriju rrjetet sociale? Si kanë jetuar më përpara shqiptarët? Si kanë jetuar? Të paktën i kanë bërë një dy parë muhabet. Të paktën ti e ul në tavolinë edhe i ke bërë një dy parë muhabet me shokun, a me kolegun, a me këtë domër. Kurse tash ulesh në tavolinë me këtë me bë muhabet. Ha? A e të bëjmë muhabet bashkë apo më të fol me vetëm? Po pse bëjmë ne muhabet bashkë? A din pse bëjmë ne muhabet bashkë? Se s'kena telefon thuti. Pra, se s'kena. Po jo, ordinar, ignorant, po kjo emision më je live më, që nuk ka qëllimi se s'kena telefon. Shi tu nuk e kuptin koncept. Po e di më që jena live më. Po i këta rrjetet sociale janë ata që e kanë shkatërruar mentalitetin edhe përditshmërinë e këtij popull. E kanë shkatërruar apo e kanë ndërtuar? Se s'ke pas me çamu marrë. E kanë shkatërruar. Po mirë. Ke pas raste se mendon të përmeti. Po e mor çash bari atje në Tropoj. Që s'ka çaban, i ka lëshu delet ai krejt. Për shembull, po. Çka ka me bën aty? Hap internetin, shef lajme nga ton bota mor. Shef channel në Amerikë, shef channel në Gjermani, shef channel në Francë, shef channel në Kinë, Japoni. A kupton? A gjë e bukur mor kjo. Po mirë, dakord. Ai e shef atje. Se s'ka çaban. A krejt normale. Po ne këtu në përqytete. Po mos e shif kush tot me po. Atë ka vu kush me thon, "Shif Instagram se ta kërsita?" Jo për vetëm më. Për kë? Për vetëm më. Unë po flas për mentalitetin më. Për mënyrën se si ato rrit ky millet. Ai të thon për brezat ti. Po për brezat pra. Sharoja pra publikut. Te ai të mos seru mua? Po ne po flasim bashkë për mendin publiku pra. Pse kam përshtypje se janë figi këto komra? Jo më këto janë mes. Po vazhdo pra, sërë çiko ke ti komrën aty, folni aty ti asoj, unë i flas kësaj. Sa është e tajta herë që ti flet komrës teme, unë s'kam ku flas siç më. Jam të fol me veti kështu si mërhum, si ordinar si. Po mirë, që e kalum na paraditën. Ç'a bëjmë na si shqiptar mesditë, masditë, dark, se vetëm kafe. A bëjmë na në gjatë tjetër? Po si? Pa. Rrim. U që të ne çku jena na, ha? Po më rrim, bëjmë muhabet. Po mirë, mas i rrim, ç'a bëjmë? Rrim prap. Mandej marrim tjerë në përgoj. Kalojmë të thashë theme tuti. Mandej bëjmë thashë theme. Po. Mandej shohim kush ka kalu. Kush kalon prap. Po. Mandej pse kaloi për tretën herë? Pse kalon ky për tretën herë? Po. Ja, kjo është përditshmëria e një shqiptarit. Përditshmëria shqiptare. Kjo pra është përditshmëria. Kjo janë problematikat që ne i dashur koleg duhet që t'i trajtojmë në këtë emision. Në rregull? Dakor, dhe për të ditur opinionin e qytetarëve të tjerë, do të kalojmë tek Vox Popet. 1 2 3. Përditshmëria e sotshme. Po. Si duket? Si jeni? Bukur, shumë mirë. Je i kënaqur me jetën në Shqipëni? Po, mor, si jeni të kënaqur? Çka ka i gjanë që të bën përshtypje në Shqipëni? I herë më bën përshtypje me mira turista që na vinë vendin tonë. Edhe fjalët më të mira. Po çfarë si ka prej Shkodrës, në Tiranë? Për Shkodrët.
Bravo, po më vjen mirë që intervista e parë është me një shkodran. S'ka problem. Shëndetje, mirupafshim. Shumë mirë tha ky. Fjalë që të thashën. Po normal që ka me Ato është thonë, për turistat, fjalët më të mira. normal që ka me thonë, Pse? mosha e tregon respekt për moshën, po. Një pensionist të burr, çka ka me thonë më Mirë, tepër? çfarë është kjo që kaloi tha përshëndetje, tha ç'a tha tjetër përshëndetje natën e mirë tha? Përshëndetje dhe mirupafshim. Përshëndetje dhe mirupafshim. Po. Okej. E kishte kështu si postulat vetën. Po, mirë, dakor. E pam që ky foli shumë mirë për turizmin, që vinë shton tha dita ditës turistat. Po. Edhe turistët thonë për ne fjalët më të mira. Po. Ku është problemi këtu? Problemi? Problemi është se çfarë turistash vinë. E do me i zgjell ti turistët. Turistët nuk mund t'i zgjellësh, as si me kënë të zgjell klientët, s'mund t'i zgjellësh. Nuk po them se duhet me zgjall turistat, man. Por mënyra se ku vinë ato Po. dhe ça ne i ofrojmë, Po. Po. Standardet që gjejnë, akomodimet, Po. mënyra, pastërtia, pa pastërtia, e tjera, ka shumë gjëra. Tham edhe diçka, regjia ju lutem kaloni tek Vox Popi i dytë. 1, 2, 3. Në çfarë niveli ta shoqënia shqiptare? Në çfarë niveli është shoqëria shqiptare? Mendoj që është një shoqëri e dështuar. Unë kam jetuar jashtë dhe kam parë komplet botë tjetër, ndryshe nga këtu. Njerëzit gjykojnë, janë aty gati gjithmonë me të hedh ato kunja, ofendime, nuk duan të shohin mirë, nuk të ndihmojnë edhe pse tregojnë vllazërinë nuk kanë. Do ikje nëse do jepet mundësia. Patjetër që po. Po trive të tjerë, çfarë i thu? Të mësojnë, të studiojnë sa më shumë, të zgjerojnë botën e tyre dhe të ikin jashtë. Oh, Dakord? shumë e mirë kjo. E kush e thot këtë? Shumë e mirë kjo. Kush e thot këtë? A gjë mirë fort kjo? Gjë e mirë. Me mësu, me urrit tu, me u shkollu këtu, me bot fort tu, me shku jashtë. Kush e thot këtë pra? Kush e thot? Brezi jon, mosha jon, këtë e thot. A ke pati se kryjnë shkollën për infermieri Po pse këtu, ikën? shkojnë në Po pse Gjermani. ikën? Regjia të lutem kalo te Vox Popi tjetër. 1, 2, 3. Si duket sot përditshmëria në vendin tonë? Më bukur, më mirë. Shumë bukur. Më bukur, shumë bukur. Më bukur, më mirë. S'kese. Shumë bukur. Si e kalon ditën ti? Unë me punë, po s'punove s'ka. Duhet punosh, po të kesh. Shëndetje, mirupafshim. Po mirë, që ti shumë bukur, më bukur s'ka, bukur prap. Që a kujton ti se të rajnë ty to? Po mirë, po bukur i duket përditshmëria këtij brez o koleg. Po pse ti kujton se ky brez mendon që është bukur kurse brezi jon nuk është bukur mendon ti? Po ndryshe, ndryshe. Ndryshe sepse ndryshe mendojnë këta, ndryshe mendojmë ne mor. Ju mendoj si këto. Si mendon ti? Si këto. A ti ke plak me kohë, pra, vjen keq për ty. Një gjë, na jena realista ndaj me ti. Ashtu, e? Po na them realitetin. Realitetin. Po. Realitetin duhet me e pa në sy dhe me e thënë. Po kjo që to ty përshëndetje natën e mirë, kush është kjo? Çfarë brezit është kjo? Kjo? Po. Po kjo është brezi tjetër, po Përshëndetje natën e mirë ka thënë. Po përshëndetje natën e mirë më ka thënë. S'do të më marrë intervistë fare. Krejt bukur. S'do të. Përshëndetje mirë pafshim. Ama e gjatë mirë ka thënë. Të paktën përshëndetje sa. Po ta edhe mirë pafshim. Po mirë. Kjo është kulturë. Atëre regjia kena më Vox Popi besoj që ka prap. Kena. Se s'mund ta lëm me kaç. 1, 2, 3. Për përditshmërinë. Si duket sot një përditshmëria një qytetari në Shqipëri? Si ditë shtunë. Si është? Si është tonë, pushim, njerëzit pushim, shefin e vetë, gjithë se cili, punë vetë. Kam një gjuhë shumë që të rritë dojnë me ikë prej këtu, pse? Si ditë shtunë. Po të shi ikja më varet nga se, për të rritë ka dhe punë, po gjithë se si shikon perspektiven, dikush e shikon jashtë. Dikush e shikon këtu, si ditë shtunë. Po cilë është shkaku kryesor? Është lëvizje e lirë. Ku do lëvizin? Në Greqi, në Itali, në Amerikë vinë këtu. Ne shkojmë në Amerikë, italianë vinë këtu, ne shkojmë në Itali. Lëvizje e lirë. Shëndetje, mirupafshim. E pas ka futur regjia për herë këtë përshëndetje mirupafshim. Si ditë shtunë. Nuk ta ka thënë me kuptimin se është sot ditë e shtunë. Ai ta ka thënë se unë e kuptova shumë mirë. Si duket i ke thënë ti përditshmëria? Ai ka thënë duket si ditë e shtunë, si ditë pushimi. Pra ku njerëzit arktojnë ditë me diell, ditë me të mira materiale, ditë për kokër të shefit, sikur bën shqiptar. Pse vetëm ditë shtunë arktohet e ditë tjera të javës? Po jo, ta ka marrë si shembull ai tash. Ka marrë si shembull, Po, kalojmë te tjetra. Kalojmë te tjetra, lutem. 1, 2, 3. Cila është përditshmëria jote? Po zgjohem në orën 6:30 dhe
bëj disa konferenca për shtyp me gazetarë, konferenca për shtyp me gazetarë live, dhe me thonë me News 24 me Marcel Rupin, apo me Foni Ilian të Fixit. Pastaj ham gjezin të këtu të bloku, shkoj në shtëpi, bëj dush, edhe merrem me internetin, dhe me thonë se çfarë ka ndodhur aktualitetet e orëve të para të mëngjesit. Pastaj dali të shokët në WhatsApp që të pim një kafe ashtu, deri në orën 1, dhe me thonë 2, shkem ham drekën këtu të zgara Tirana 1. Më pas shkem ose në kinema, ose dalim të liçeni për ajër të pasër, dhe me thonë, dhe ndryshim mendime. Nga ora 5:30, 6, dhe me thonë, shkën shtëpi, shoh diçka në televizor që ka ndodhur, në 8 janë nisën në kazino e bëva kjeri deri në 3 mëngjesit. Kjo dhe me thane përgjithësi, kur jam Tiranë, kurse kur jam në Francë, është komplet ndryshe pasi jemi ngarkuar në punë. Anin që tha kë? E kuptove? Jo, anin që tha kë? Dalim të shok në WhatsApp, tha dhe pim kafe. WhatsApp është në lokal kështu? Në që restorant? Kë tha dalim të shok në WhatsApp dhe pim kafe. Të telefoni, koleg. Të rrjetet sociale. Telefoni. Ma ne tha në dark, tha punojmë, tha në kazino, tha në dark. Se ti thu, kujton ti se tana punë banë 6 natë, s'ka punë që banë edhe në dark. Po, edhe në 8 mes natë. Pra, a e kupton se cila është përditshmëria e këtij tip shqiptarit? Si janë shumica, ma, si këtij tip. Nuk e niva kënd që thote që në këtë orë filloj punën dhe në këtë orë marrë punën. Vesh të darkë fillojmë punën dhe në kazino. Aty jo në kazino, jo në palestër, jo të liçeni, jo kjo, jo ajo. Puna është edhe ajo, si gjykojmë njerëzit. Puna është edhe ajo. Po janë tonë mësues, ose tonë aktorë, ose tonë politikan, ose tonë speaker, ose tonë elektricista, hidraulik, po dikush punon edhe në kazino, më. Punon edhe në skedina tjetër. Po nuk punon më zotni. Punon edhe në turn 3. Po nuk punon aty më zotni. Shkon në let kazino, shkon e merret me pse gjykon më njerëzit më sa shkon në let më të jashtëllime shqip për foli. Po shpo shumë mirë që e çata se shkon në let. Që shkon në let? Po, e qa? Po i kja pra shoqënia që nuk e dojnë punën, dojnë lekun e shpejt. Kjo është e gjitha. Po që ka të keqe leku i shpejt, që ka të keqe? Që ka të keqe leku i shpejt? Këtë mu baj pasëm 80 vjeqme. Po që ka të keqe më leku i shpejt? Leku i shpejt të qënë në ujnë atjeri, dashën kolegë në qovë se ke arrit për me e kuptu. Qërë ujnë është? Atë do të diskutojmë në emisionet tjera. Në punta tjetër, pavarësisht grindjeve të një pasnjeshme, në përditshmëri e duam dhe respektojmë njëri tjetrin si kolegë. Po fundja, ky është ping-pongu, përplasje debatesh. Unë jam ping dhe ai është pong. Dhe të dy bashku bëjmë të lojë të bukur që e përcjellim vetëm për ju. Në këtë emision ne paraqesim shumë problematika, shumë raste, të cilat qytetarët i shohin, por ne mundohemi që të përcjellim shumë të qeshra tek ju. Ne jemi kolegë me njëri tjetrin, nuk jemi kundërshtar. Prandaj, edhe ne duhet që të luftojmë shumë për të bërë një vend sa më të bukur dhe të mirë, jo vetëm për ne, por edhe për të ardhmen e fëmijëve tonë. Edhe puntatës së dytë të emisionit tonë një erdhi fundi dhe mirupafshim në puntatat e tjera në Ping Pong.